Grupi prej afër 20 vajzash nga pjesë të ndryshme të botës përfshirë edhe Kosovën, kandidate për titullin e Miss Freedom of the World, vizituan komunën e Gjakovës. Ato në këtë vizitë u njoftuan pak më gjerë për kulturën e traditat e komunës sonë. Për shumë nga to, Kosova me qytetet e saj u kalon përshtypje të bukura. I love this place. I came here. E dua këtë vend. Nuk e prisja që njerëzit këtu janë kaq miqësor, edhe ushqimet më pëlqejnë këtu. So nice, the food. Kosovo is a very beautiful city. Është privilegj për mua që jam këtu dhe më pëlqen shumë që do të jem këtu edhe javën e ardhshme. Looking forward to. Ato pohojnë se kalojnë mirë me njëra tjetrën, por edhe vlerësojnë lart konkurrencën. My impression about Kosovo is really good. I love the city. Vajzat janë shumë të shoqërueshme, i dua të gjitha. Unë i kam bërë shoqe të gjitha dhe natyrisht konkurenca do të jetë shumë e ashpër. Very beautiful. I love the mountains. Gara është e fortë, është shumë e bukur, vajzat janë shumë të mrekullueshme. Tani kemi vazhduar një lidhje të veçantë me njëra tjetrën, mirësia, çdo gjë, ja kalojmë shumë bukur bashkë. Presidenti Miss Freedom of the World, Shpejtim Zeneli, shprehet se kësaj radhe, numri i pjesëmarrësve është më i vogël. Marrëveshja është mirë sepse përgatitjet kanë filluar me kohë, ku këtë edicion kemi pasur pak zvogëlim të numrit të vajzave, shkaku i vizave dhe për këtë arsye i kemi në event 20 shtete. Për këtë edicion ne kemi këtu në komunën e Gjakovës kemi ardhur të vizitojmë dhe t'i tregojmë se Gjakova ka vlerat e kulturës, trashëgimisë, traditën. Në fund u ndan çmimet për mes miqësia dhe inteligjenca, për bukuroshet nga Greqia dhe Filipinat. Ky është edicioni i 5 i Miss Freedom of the World, që po mbahet në Republikën e Kosovës, ndërsa nata finale do të mbahet me 30 gusht në qytetin e Mitrovicës, njoftuan organizatorët.